Festa e Sultan Novruzit ka sjell një atmosferë të ngrohtë dhe të veçantë në qytetin e Vlorës. Përveç kremtimeve në Kuzum Baba, rrugët e qytetit u pushtuan edhe nga qytetarë të gjitha moshave, të cilët kaluan ditën, e favorizuar edhe nga moti kthjellët dhe mereze dielli. Qytetarët përcollën urimet e tyre për shëndet, lumturi dhe begati, duke treguar se tradita e Sultan Novruzit mbetet një moment i veçantë bashkimi për komunitetin dhe jo vetëm. Në shtëpi do e festojmë të dy. Në shtëpi atje kemi bërë, pa tjetër as nuk diskutohet fare. Në vetëm që s'kemi mundësi ta theri vetë, më përpara e therni vetë, tash jemi në pallac, s'kemi mundësi ta therim, kështu që e blim te kasapi. Si mblidheni zakonisht në për shtëpi? Ne mblidhemi të gjithë bashkë zakonisht, po këtë radhë jam vetëm unë dhe groja, se fëmijët janë në Itali. Edhe kështu, çfarë të bëjmë? Në kazim. Gëzuar festën e Novruzit, paqe, gjithmonë midis njerëzve, dashuri edhe respekt për njëri tjetrin. Kjo është pika kryesore. Nëse do jenë këto, të gjitha do ecin mirë pastaj. Në shtëpi, ku ta festojmë tjetër? Mishin e keni pjekur? Po mishin e kemi pjekur në hell atje në shtëpi. Çfarë mesazhi keni për këtë ditë beguar? Uroj gjithë jetë të gëzuar, të vejmë mbarë fëmijëve të tyre kudo që janë, edhe ta kemi gjithmonë fest. Urimi ta gëzojmë festën të gjithë bashkë të një zotësh. Dash të krishterë, dash muslimanët. Tani këto momente që ndodhen tani këtu me festë, është festa që festojmë shumë nga të gjithë. Edhe më vjen shumë mirë që këta besojnë tek feja. Më vjen shumë mirë. Se nuk është një gjë e keqe mos besosh tek feja. Gjëra sa më të mira të kenë në jetën e të gjitha gjërat që ky popull shqiptar ta gëzoj gjithë këto festa. Janë festa të mira, nuk janë gjëra të këqija. Të mira janë, nuk u mbet asnjë nga kjo. Vetëm fiton. Vetëm fiton. Uroj gjithë shqiptarët ta gëzojnë Novruzboreanin. Atmosfera e qytetit sot ishte një reflektim i solidaritetit dhe gëzimit mes banorëve, duke kthyer Vlorën në një qendër të ngrohtë festive dhe emocionale. Sultan Novruzi u shndërua kështu në një përjetim të përbashkët, ku qyteti u përfshi nga një frymë feste dhe bashkimi, duke mbajtur gjallë traditën që kalon brez pas brezi.